Egli dhe Rozana përfshihen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Egli, e zhgënjur dhe e irrituar nga sjellja e Rozanës, nuk mund ta mbajë më për brenda inatin që ka ndaj saj. Ajo i drejtohet Rozanës me ton të lartë dhe fytyrë të ngrysur. Rozana, ti më ke tradhtuar. Më the që ishe me mua, që do të më mbështesje, por në fund çfarë bëre? U bashkove me gjestin dhe më le pas krave. Më dhe goditjen më të madhe kur nuk e prisja. Rozana, e cila nuk është e prirur të pranojë akuza pa u mbrojtur, kthehet menjëherë me një ton të ashpër dhe mbrojtës. Egli, mos më akuzo mua për diçka që nuk është e vërtetë. Unë nuk të tradhtova, thjesht nuk mund të vazhdoja të rria mes teje dhe gjestit. Nuk kam pse të zgjedh mes jush. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. S'ke pse të zgjedhësh. Po ti e bëre zgjedhjen tënde. U afrove me të, e mbështete atë, kur e di shumë mirë se çfarë më ka bërë. Dhe tani do të më thuash që kjo nuk është tradhti. Mos u mundo të më bësh për budallaqe, Rozana. Rozana shtrëngon nofullat, e acaruar nga akuzat e Eglit. Ti ke filluar të shohësh armiq kudo, Egli. Unë nuk kam bërë asgjë kundër teje. Nëse unë dhe gjesti kemi vendosur të flasim, kjo nuk do të thotë që të kam tradhtuar. Egli shtyn flokët pas me nervozizëm dhe afron fytyrën e saj pran asaj të Rozanës. Jo, Rozana. Ti nuk je më ajo që besoja. Ti nuk ishe vetëm një shoqe për mua, por një mbështetje. Dhe tani që e shoh qartë, e kuptoj që ti më ke përdorur. Dhe pastaj, si për ta bërë edhe më keq, u bashkove me atë njeri që më ka bërë më shumë keq se kushdo tjetër. Rozana e shikon me zhgënjim dhe lëviz duart si për të treguar se është e lodhur nga kjo situatë. Më vjen keq që ndihesh kështu, por nuk do të lejoj që të më bësh të ndihem fajtore për zgjedhjet e mia nëse ti ke probleme me gjestin, kjo nuk ka të bëjë me mua. Unë nuk dua të jetoj në dramën tënde. Egli mërmëri diçka nën zë dhe tund kokën, duke u larguar me hapa të shpejtë, ndërsa Rozana qëndron aty, duke marrë frymë thellë dhe duke u përpjekur të mbajë qetësinë. Por a është ky fundi i miqësisë së tyre apo një tjetër përplasje që do të sjellë edhe më shumë tension në shtëpi?